Olsi Bylyku ka dhënë një intervistë në The Dalina Show, ku patjetër u pyet drejt për drejt nga Dalina Buzi për situatën e tij me Egli Takon gjatë Big Brother VIP. Ti je zgjuar një ditë me komente "I mallkuar qofsh" dhe "Të nesërmen me Lund City". U shpreh Dalina duke ju referuar gjithë lajmeve në rrjet pas deklaratave të Olsit për Eglin. A e kishte menduar ai ndikimin e kësaj situate? Ndërkohë Olsi pranoi se ajo që e çuditi më shumë nuk ishte opinioni i njerëzve për Eglin, por diçka tjetër. U përfol për romancë jashtë BV-s, si qëndron e vërteta për raportin mes Eglit dhe Marios. Ajo që më shqetësoi më shumë ishte fakti që nuk kishte asnjë koment për partneren time aktuale. Tha ai, duke theksuar se gjithmonë biseda ndalonte te historia e tij e mëparshme. Kam shumë respekt dhe mirënjohje për atë gocën dhe i uroj fitoren. Tha ai duke nënvizuar se ndon se gjithçka ishte përqendruar te e kaluara. Askush nuk kishte përmendur njeriun që ka pranë sot. Me veten time kam thënë, si nuk shkroj njeri për partneren time aktuale. Pastaj mendova që nuk ka problem, se mirënjohjen ja shpreh vetë.